Të tjera fakte skandaloze përmban letra efektive të Gardës së Republikës drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, ku shprehen shqetësime dhe problematika në lidhje me drejtimin e këtij institucioni nga Ermal Onuzi. Duke nisur nga emërimet pa kritere, mungesa e profesionalizmit, letra e punonjësve zbulon se çfarë ndodh vërtet në zyrat e Gardës së Republikës. Në letrën e siguruar nga CNA, letra e cila u drejtohet kryeministrit Rama dhe Ervin Hoxhës, theksohet një detaj skandaloz se Garda e Republikës është vendi ku konsumohet masivisht alkool. Nëpër zyra dhe me gotat përpara bëhet politika e emërimeve, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm e deri te drejtorët e tjerë të institucionit. Me keqardhje ju themi se Garda është tani vendi ku konsumohet masivisht alkool. Nëpër zyra dhe me gotat përpara bëhet politika e emërimeve, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm dhe benjaminët e tij, drejtori i DPK-s dhe drejtori i DSPLSH-s. Realisht Gardën e drejton një pianec ordiner si LH, që është shoku i drejtorit, i cili mbasi pisa nuk kontrollon veten, del para efektivit me pantallona të lagura dhe thot: "Ligjin tani e bëj unë, po ju pyesim, ky është vizioni për Gardën", thuhet në letrën e tyre drejtuar Ramës dhe Hoxhës. Në letrën e siguruar nga CNA po ashtu zbulohet një tjetër skandal ku kreu i Gardës dhe drejtorët e tij rreshtojnë efektivët në një lokal në Shkodër dhe më pas gajasen duke i thënë njëri tjetrit se edhe duke pirë e vënë në rresht Gardën e Republikës. Një tjetër shqetësim i punonjësve i paraqitur në letrën e zbardhur nga CNA është se po shkatërrohet karriera e 10 gardistëve dhe po zvendësohen me ish ushtarak, miq të drejtorit të liruar apo në prag lirimi nga forcat armatosura, kryesisht për mos përparim në grad.